Fuqia e heshtjes, 7 arsye për të qenë i heshtur në kohë të vështira. Pika 1. Heshtja frenon zemërimin duke parandaluar fjalë të pamenduara që dëmtojnë marrëdhëniet dhe dëshminë. Le të fillojmë me këtë pikë të fuqishme. Heshtja nuk është dobësi, por një mjet i fuqishëm për të kontrolluar zjarrin e zemërimit. Imagjinoni një moment kur dikush ju ofendon thellë, mendja juaj vlon, zemërimi ngrihet si një stuhi. Nëse hapni gojen menjëherë, fjalët dalin si shigjeta helmuese, ti je budalla, nuk të dua më, ose diçka që shkatëron besimin e ndërtuar me vite. Por heshtja? Ajo ndalon atë val. Është si një digë që mban ujërat e egra të mos përmbytin. Në Bibël, shohim shembullin e Jozefit i shitur nga vëllezërit e tij. Ai nuk u zemëronte hapur kur u bë sundimtar, heshtja e tij e ruajti zemrën e tij të pastër dhe dëshminë e tij si njeri i Zotit. Sot, në marrëdhëniet tona, heshtja e tillë shpëton miqësi. Mendoni për një grindje me bashkëshortin, në vend të bërtiturave, merrni frymë thellë, numëroni deri në 10 dhe heshtni. Kjo jo vetëm që shuan zemërimin tuaj, por edhe hap dyert për pajtim. Çfarë dëmi bëjnë fjalët e pakujdesshme? Ato lëndojnë si plagë e hapur, duke lënë shenja në dëshminë tonë si të krishterë. Heshtja, pra, është një armë e fshehur që mbron atë që është më e çmuar, lidhjet tona dhe imazhin ton para botës. Le të praktikojmë këtë sot, herën tjetër kur zemërimi ngrihet, mbylleni gojen dhe lërini Perëndin të flasë përmes heshtjes suaj. Pika 2. Të folurit pa njohuri të plota çon në budallallëk, pritja për të gjithë historinë ruan integritetin. Tani, le të zhvillojmë idenë se si heshtja na shpëton nga budallallëku. Shpesh dëgjojmë një fragment të një historie dhe menjëherë nxitojmë të gjykojmë apo të komentojmë. Kjo është si të ndërtojmë një shtëpi mbi rër, e paqëndrueshme dhe e turpshme. Të folurit pa njohuri të plota na bën të duartërojmë, duke humbur besimin e të tjerëve dhe integritetin ton. Kujtoni Abrahamin, kur Sara qeshi për premtimin e Zotit për një djalë. Ai nuk foli menjëherë, priti dhe la Zotin të sqarojë. Ose Jobin, i cili vuajti pa kuptuar pse, por heshtja e tij fillestare e ruajti besimin. Në jetën e përditshme, imagjinoni një koleg që akuzohet për gabim, nëse flisni pa verifikuar, bëheni pjesë e një zinxhiri të gabimeve. Pritja për të gjithë historinë kërkon durim, por shpërblen me urtësi. Është si të mbash një letër të mbyllur derisa të vijë koha e duhur për ta hapur. Integriteti ynë si njerëz të Zotit varet nga kjo, të mos jemi të shpejtë në gjykim, por të jemi të matur në fjalë. Sot, kur dëgjoni një thashë them, pyesni veten, a e di të gjithë të vërtetën? Pritja jo vetëm që ruan emrin tuaj të pastër, por edhe ndërton një reputacion si dikush i besueshëm. Heshtja këtu është urtësia e vërtetë, ajo na bën të duam si Krishti, i cili dinte gjithçka, por fliste vetëm kur ishte e nevojshme. Pika 3. Heshtja shuan thashë themet, duke mbrojtur reputacionet dhe duke kultivuar paqen në komunitete. Heshtja si shuarse e thashë themeve, çfarë fuqie të madhe. Thashë themet janë si zjarri në thatësirë, fillojnë me një fjalë të vogël dhe djegin gjithçka rreth tyre. Ato shkatërrojnë reputacione, ndajnë familje dhe komunitete, duke lënë pas pasojë urrëtie dhe mosbesim. Por heshtja? Ajo i mbyt ato në embrion. Në librin e Proverbs, thuhet, ai që i shpërndan thashë themet ndes grindje, por ai që mbyll gojen e tij është njeri i zgjuar. Shikoj Jonathanin, që heshti kur Davidi ishte në rrezik nga Sauli, heshtja e tij mbrojti miqsinë dhe reputacionin e Davidit. Në komunitetin tuaj të kishës, një thashëthem për një vëlla mund të ndaj grupin në sekonda. Nëse heshtni, jo vetëm që nuk e ushqeni zjarrin, por edhe inkurajoni të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Kjo krijon paqe të vërtetë, një ambient ku njerëzit ndihen të sigurt për të ndarë dobësitë pa frikë. Mendoni për efektin domino, një heshtje juaj mund të shpëtojë një familje nga shpërbërja ose një komunitet nga kaosi. Paqja nuk vjen nga ligjet, por nga zemrat e heshtura që refuzojnë të marrin pjesë në helm. Le të bëjmë një betim personal. Sot, kur dëgjojmë një thashëthem, të themi nuk dua të di dhe të ndryshojmë temën. Kështu, heshtja jonë bëhet një urë drejt bashkimit, duke mbrojtur atë që është më e brendshme, dinjitetin e secilit. Pika 4. Dëgjimi me qëllim është një akt i thellë i dashurisë dhe mikpritjes shpirtërore. Dëgjimi nuk është thjesht heshtje pasive, është një veprim i dashurisë aktive. Kur dëgjojmë me qëllim, ne hapim zemrën tonë si një derë mikpritjeje, duke thënë ti je i rëndësishëm për mua. Kjo është dashuri e vërtetë, sepse në botën e shpejtë të sotit, njerëzit ndihen të padëgjuar, të vetmuar. Jezusi ishte mjeshtri i dëgjimit. Me gruan samaritanase, ai dëgjoi historinë e saj pa ndërprerje, duke hapur rrugën për shëlbim. Në jetën tonë, dëgjimi me qëllim do të thotë të lësh fjalët mënjan, të shikosh në sy dhe të ndjesh dhimbjen e tjetrit. Është mikpritje shpirtërore, si të ofrosh ujë një udhëtari në shkretë të tir. Në marrëdhëniet familjare, dëgjimi shpëton fëmijët nga izolimi, në miqësi ndërton besim të thellë.
Çfarë do të thotë me qëllim? Do të thotë të mos mendosh për përgjigjen time, por të zhytesh plotësisht në botën e tjetrit. Kjo dashuri nuk kërkon fjalë të mëdha, ajo shkëlqen në heshtjen që thotë, unë jam këtu për ty. Sot, provo ta bësh, ulu me një të dashur dhe dëgjo pa folur për 5 minuta të plota. Do të ndjesh fuqinë, heshtja jote bëhet një krah që mban, një zemër që shëron. Kështu, ne jetojmë si kristian duke e bërë dashurinë tonë të prekshme përmes veshëve të hapur. Pika 5. Heshtja parandalon ndarjen duke shmangur fjalë të ashpra ose të panevojshme që përshkallëzojnë konfliktin. Konfliktet fillojnë me fjalë të vogla, por heshtja i ndalon ato të mos bëhen luftëra. Fjalët e ashpra janë si benzinë mbi zjarr, ato përshkallëzojnë, ndajnë grupe dhe lën plagë të pashëruara. Heshtja, nga ana tjetër, është njoftose që ul tensionin. Pauli na këshillon, mos lejoni të dalë nga goja juaj ndonjë fjalë e keqe, por vetëm ajo që është e dobishme për ndërtim. Shiko Davidin me Absalomin, heshtja e tij fillestare ndihmoi në menaxhimin e konfliktit familjar. Në debatet e sotme, qoftë në punë apo në kishë, një fjalë e panevojshme mund të ndajë miq të ngushtë. Heshtja parandalon këtë duke na dhënë kohë për të menduar, a është kjo fjalë e nevojshme? A ndërton apo shkatëron? Është si të mbash një shpath të mprehtë në vë, e fuqishme, por e kontrolluar. Në vend të përgjigjur menjëherë në një grindje, heshtni dhe lutuni. Kjo jo vetëm që shuan konfliktin, por edhe hap rrugën për dialog të vërtetë. Sot, në një bisedë të nxehtë, provo të thuash, le të mendoj pak dhe heshto. Do të shohësh si tensioni bie dhe ndarja shndërrohet në unitet. Heshtja jon është një mbrojtje kundër kaosit, ajo ruan paqen e brendshme dhe atë të jashtme. Pika 6. Heshtja e shenjtë fton praninë dhe zbulimin e Zotit, duke thelluar lidhjen shpirtërore. Heshtja nuk është boshllëk, është hapësirë për Zotin. Në një botë të zhurmshme, heshtja e shenjtë është si një kishë e brendshme ku Zoti flet. Ajo fton praninë e tij, duke na hapur për zbulime të reja dhe duke e thelluar lidhjen tonë me të. Elia e gjeti Zotin jo në stuj apo tërmet, por në heshtjen e lehtë. Jezusi tërhiqej në vende të vetmuara për të lutuar në heshtje, duke u mbushur me fuqinë e Atit. Në jetën tonë, heshtja e tillë është koha kur Zoti zbulon ëndrat tona, shëron plagët dhe na drejton në errësirë. Është një ftesë, Zot, fol ty, unë dëgjoj. Pa heshtje, ne mbushim hapësirën me lutje të zhurmshme ose mendime të shpërndara, duke humbur zërin e tij të bull. Thellimi shpirtëror vjen kur heshtja bëhet ritual, 10 minuta çdo mëngjes, pa telefon, pa fjalë. Atje, Zoti zbulon hirin e tij, duke na bërë më afër zemrës së tij. Sot, krijo një moment të tillë, ulu në heshtje dhe thuaj, jam këtu për ty, Zot. Do të ndjesh praninë si një erë të ngrohtë. Heshtja e shenjtë nuk është izolim, është intimitet i thellë me Krijuesin, ku lidhja jon bëhet e pathyeshme. Pika 7. Heshtja në fytyrë të akuzave të rreme lejon Zotin të jetë mbrojtësi dhe hakmarrësi përfundimtar. Pikërisht kur akuzat vinë si stuhi, heshtja është besimi më i madh. Akuzat e rreme lëndojnë thellë, duke na shtyrë të mbrohemi me fjalë të ashpra. Por heshtja thot, Zoti im është mbrojtësi im. Ajo ja lë hakmarrjen atij, duke na shpëtuar nga cikli i hakmarrjes. Jezusi para Pilatit heshti kur akuzat fluturonin, heshtja e tij çoi në fitoren përfundimtare. Gjithashtu, Danieli në gropën e luanëve nuk u mbrojt me fjalë, heshtja e tij tregoi besim të plotë. Në jetën tonë, një akuzë në punë ose në familje mund të na thyejë, por heshtja lejon Zotin të flasë, vigjilenca ime është mbi ty. Është një akt i nënshtrimit të mos marrësh drejtësinë në duart e tua, por të presësh nga gjykatësi i drejtë. Kjo jo vetëm që ruan paqen tonë, por edhe dëshmon fuqinë e Zotit para të tjerëve. Sot, kur ndjeni pa drejtësi, heshtni dhe lutuni, Zot, ti lufton për mua. Do të shihni si ai del si mbrojtës, duke na dhënë hakmarrje më të mirë, paqen që të i kalon kuptimin. Heshtja këtu është kurora e besimit, duke na bërë dëshmitar të vërtetë të hirit të tij.